Pyetjet ka disa praktika. Në shumë raste, pyetje nuk bën fare. S'do në bën pyetje. Deputetët, opozita e gjykon të arsyeshme të mos bëj pyetje dhe kjo ka ndodhur jo një, por në mënyrë të përsëritur. Pyetjet me shkrim, mendoj se janë një normë për t'i dhënë mundësi të pyeturit që të përgatitet. Kjo është normale, por kjo në mënyrë absolute nuk përjashton as të drejtën e pyetjes me gojë pasi të dëgjojë raportin, as të drejtën e leximit të pyetjeve që i ka bërë me shkrim. Kjo është e gjithë problemi. Këta janë në frikë dhe të merr nga se janë më shiko tani. Ti thash u dil beton në kushtetutë. Po s'del dot Nestia Ademi, se tani Nestia Angoni, se tani thonë që ky Gogo është Nestia Angoni, a hoqen Belinsë thonë për Gogon, e bën lugat këtë Nestia Angoni, këta po kundër njëri tjetrit. Kur thoni